Përshëndetje të dashur miq, unë jam astrologe Denisa Shyle dhe ky është kanali im YouTube-it, tek i cili mund të gjeni shumë video në lidhje me ndikimet e ndryshme astrologjike, si në lidhje me ndikimet planetare, po ashtu edhe ato periodike. Për të më mbështetur, mund të regjistroheni tek ky kanal, mund të përgjigjeni videot, të shkruani komente, si dhe në qoftë se dëshironi të merrni informacione në lidhje me videot e ardhshme, atëherë mund të hapni dhe njoftimet, të cilët është ajo zilja që shikoni në ekran. Tonë se këto video janë shumë të detajuar, e di që keni nevojë edhe për informacione për jetën tuaj personale. Të gjitha pyetjeve tuaja mund t'i japim përgjigje duke bërë analizën e hartës tuaj personale. Për të prenotuar këto shërbime, mund të më kontaktoni nga numri WhatsApp-it që shikoni në ekran. Ju lutem më shkruani sepse është e pamundur që t'i përgjigjem të gjitha telefonatave. Dhe po kalojmë njëherë tek tema e ditës, që është parashikimi javor për javën nga 20 deri në datën 26 korrik. Kjo është një ndër javët me ndikimet më të ngjeshura. Kemi të gjithë planetet pothuajse aktiv. Kemi 3 ngjarje shumë të rëndësishme planetare. Një, mbarimin e retrogradës së Mërkurit është në datën 24. Kjo është një ndër ndikimet më të pritura, të mirëpritura të kësaj periudhe, duke qenë se kjo retrogradë e Mërkurit ka qenë vërtet shumë e vështirë. Kemi një ndikim tjetër që është shumë i rëndësishëm, edhe ky është kalimi i diellit tek shenja e radhës, që është ajo e luanit, të gëzuar ditëlindjen, të gjithë atyre që kanë lidhur me këtë shenjë. Do të jetë në datën 22, por duke qenë se është vonë në orën 9:13 të mbasdites, pra në orën 21:13, do të fillojmë që të ndijmë pak më tepër ndikimet e diellit të vendosur tek shenja e luanit, tek shenja ku drejton pra, duke filluar që nga dita e njëjtë e tutje. Kemi edhe një ndikim tjetër që është shumë i rëndësishëm, që gjithë javën Saturni është shumë i ngadalësuar. Këtë përmend edhe javën e kaluar që do të ishte shumë i ngadalësuar, ndërkohë që ditën e shtunë do të ndaloj përpara retrogradës së tij, e cila do të fillojë ditën e diel, pra datën 26 korrik. Siç e vini re, kjo është një ndër javët më të ngjeshura, sepse ka dhe shumë ngjarje të rëndësishme. Por nga ana tjetër kemi edhe të gjithë planetet aktiv, siç e përmenda në fillim. Planetet jashtëm, të cilët janë ata përtej Jupiterit, duke përfshirë këtu dhe Jupiterin, kanë në përgjithësi një konfigurim pozitiv që është quajtur edhe shporta e Bardot. Në të vërtetë janë të gjithë planetet të cilët kanë këndë krijojnë një formë shporte, dhe thuhet që do të ketë një ndikim shumë të rëndësishëm pozitiv ose thyrje në rendit. Të vërtetë e kam përmendur edhe tek videoja që bëra për hënën e re tek shenja e Gaforës, që mund të gjeni tek ditja e sapërkatëse. Ky është ndikim që prek masat, prandaj dhe në aspektin personal ne mund ta perceptojmë pak më të ngadalësuar ose mund ta perceptojmë më vonë, por mund të vëmë re ndryshime tashmë në mënyrë se si ne i zhvillojmë ngjarjet, se zhvillojmë jetën tonë. Ka metodë marrëdhënie që kemi me njëri tjetrin do ndryshojnë. Kur themi marrëdhënie me njëri tjetrin, bëhet fjalë më tepër për grupime, që ndryshimet që kanë ato në marrëdhënie me njëri tjetrin. Këtu bëhet fjalë edhe në lidhje me ndryshimin e udhëheqjen, bëhet fjalë edhe në lidhje me ndryshimet e ecurisë së shoqërisë apo të evoluimit të saj. Në të vërtetë unë e them shumë shpesh që çdo gjë ndodh në të mirën tonë, por procesi gjithmonë mund të bëhet pakës problematik ose mund të jetë në vartësi të individit. Gjatë kësaj javë, siç e përmenda, të gjithë planetet e jashtëm, pra duke filluar nga Jupiteri, do të kenë kënde relativisht pozitive me njëri tjetrin, por nga ana tjetër planetet personal mund të them që kanë të kundërtën. Kemi një kënd negativ midis Marsit dhe Venusit gjatë gjithë javës. Këta të dy mund të shkaktojnë vërtet probleme në marrëdhëniet që kemi, marrëdhëniet tona personale, sidomos ato sentimentale. Mund të shkaktojnë edhe dëme në të ardhurat materiale, sidomos në shpenzime apo në tejkalimin e masës tek ajo që investojmë. Kjo mund të thotë që mund të jemi më tepër të fokusuar për të përjetuar luksin, se çfarë mund të kemi mundësi për të akumuluar, që mund të shkaktojë dëme të rëndësishme në mirëqenien tonë. Nga ana tjetër, i njëjta temë mund të prek edhe marrëdhëniet tona personale, duke qenë se marrëdhënia midis mashkullit dhe femrës, energjisë femërore dhe asaj mashkullore, në këtë moment është pak e sfiduar, mund të kemi më tepër keq kuptime. Mërkuri do të mbarojë retrogradën e tij, por do të vazhdojë që të jetë shumë i ngadalësuar edhe pas kësaj. Si rrjedhoj, mund të vazhdojmë që të kemi keq kuptime, komunikimi mund të jetë pakës më i vështirë, dhe mbi të gjitha njëjti Mërkur tashmë do të fillojë të krijojë një kënd negativ me Saturnin. Që do me thënë,
mund të shmangemi përgjegjësive tona ose mund të mundohemi që t'ja kalojmë ato personave që kemi rreth rrotull, si rrjedhojë të gjitha marrëdhëniet, të gjitha llojet e marrëdhënieve. Vërtet në këtë rast mund të jenë të sforcuara. Ndikimi më i rëndësishëm i kësaj jave do të jetë padyshim kalimi i diellit tek shenja e Luanit. Dielli do të kalojë tek shenja e Luanit në datën 22 korrik, ditën e mërkurë, siç e përmenda më përpara, do të jetë në orën 21:13. Duke qenë se dielli është drejtuesi i shenjës së Luanit, kjo është një ndikim vërtet shumë më pozitiv, na bën të ndihemi shumë më tepër optimist për çastin që kemi ndaj jetës tashmë, është më tepër e marrim çdo gjë me më tepër lehtësi, fokusohemi tek ana pozitive e gjërave dhe si rrjedhoj e kemi edhe pak më të thjeshtë të menaxhojmë situatat edhe nëse ato janë të vështira. Ndikimi tjetër që edhe ky është pozitiv është mbarimi retrogradës së Mërkurit. E thash që ky është një ndikim shumë i mirëpritur tashmë. Mërkuri ka qenë në retrograd që nga data 29 qershor dhe në datën 24 korrik më së fundi kjo retrograd mbaron. Mbarimi i kësaj retrograde për ne shënon edhe mbarim në një periudhe ku përballemi me shumë probleme që vijnë nga e shkuara, probleme familjare, si dhe në të njëjtën kohë probleme themelore, sepse shenja e Kaforës në të vërtetë do të thonë dhe themelet apo dhe rrënjët tona, si edhe mund të jemi përballur edhe me shumë situata që mund të kemi haruar, mund të jemi përballur me anë tona me të cilat nuk kemi pasur fuqinë apo edhe guximin që të përballeshim përpara. Gjatë kësaj retrograde Mërkurit na detyruar që të përballemi me të gjitha këto lloj situatash. Por për fat të mirë tashmë të gjitha këto mbarojnë. Kemi një kusht që të fillojmë të ndërtojmë jetë më të shëndetshme pas kësaj, është të mbyllim patjetër të gjitha tematikat problematike që i ka rihapur kjo retrogradë e Mërkurit, qoftë se nuk duam që t'i përsërisim ato ose të përballemi përsëri me to gjatë retrogradës së Mërkurit do të jetë në nëntor. Kjo është një retrogradë apo dhe vazhdon që të jetë një retrograd vërtet shumë e vështirë, arsye që ishte vështirë siç e thash sepse u përballem komplet me jetën tona, të cilat ishin rrënjësore në jetën tonë, dhe si rrjedhojmë mund ta kemi pasur pak më të vështirë për ta menaxhuar situatën, shkakton ndonjë farë mjegullimi në mendjen tonë, na bën të më të shpërqendruar. Dhe gjatë kësaj javë për fat të keq, një njëjtë ndikim do të jetë i vazhdueshëm edhe pasi të mbarojë retrograda e Mërkurit, duke qenë se i njëjti Mërkur do të ketë një kënd negativ me Saturnin që përmenda edhe pak më parë. Kur Mërkuri ka një kënd negativ me Saturnin, na shton shumë papërgjegjësi. Nga ana tjetër, na e bën shumë të vështirë që të mbahemi një rregulli. Prandaj dhe që t'i lëmë rregullat në lidhje me jetën tonë, në lidhje me punën tonë pak më fleksibël, do të ishte më këshillueshme gjatë kësaj jave. Në këtë mënyrë nuk do të ndihemi dhe aq fajtor, do të kemi edhe mundësi që të marrim jetën tonë, ose të zgjidhim edhe problemet që na dalin rrugës. Do të këshilloj që të lini dhe pak më tepër kohë për të shplodhur, duke qenë se në këto momente vërtet që trupi jon mund të ndihet pak më i lodhur. Kjo është më tepër vlefshme derisa dielli të kalojë tek shenja e Luanit. Pas asaj mund të kemi pak më të thjeshtë sepse energjia do të rritet. Pra, duke filluar nga dita e institutit, do të jemi tashmë në një energji më të lartë. Kemi një ndikim vërtet shumë të rëndësishëm, edhe ky për fat keq është negativ, kalimi i Saturnit në retrograd. Saturni do të jetë shumë i ngadalësuar gjatë gjithë javës, si edhe koha mund të mos na mjaftojë për asnjë gjë. Por siç e thash, edhe të bëjmë shumë plane nuk është e këshillueshme, sepse gjithsesi nuk besoj se do të jemi shumë të aftë që të përmbahemi atyre. Prandaj duhet të lejojmë kohën që të rrjedhim në ritmin e saj dhe të bëjmë vetëm gjërat që i kemi të domosdoshme ose jetësore. Saturni do të ndalojë ditën e shtunë, pra pikërisht në ditën e tij. Kjo do thotë që planeti karmave do të na vë edhe një herë përpara përgjegjësive. Do të jemi të detyruar që të përballemi me të gjitha vendimet që kemi marrë deri në këtë moment, sidomos duke filluar që nga muaji prill e këtej. E njëjta retrograd në të vërtetë do të na detyrojë që edhe të zbogulojmë peshën tonë, pra të heqim nga kurrizion të gjitha gjërat të cilat janë të panevojshme. Në të vërtetë, të gjitha ndikimet që kemi gjatë kësaj jave po na tregojnë që tani tutje do të na duhet që të lëvizim shumë më shpejt, prandaj sa më lehtë që të jetë bara jon, aq më të thjeshtë do ta kemi. Dita më e vështirë e kësaj jave, duke se është dita e martë, gjatë kësaj dite do të kemi kënd të vështirë midis Hënës, Jupiterit, Plutonit dhe Shironit, prandaj dhe mund të them që është një nga ditët të cilat do ta kemi pak më të vështirë për ta menaxhuar. Duhet të veprojmë pakës më të matur, dhe duke qenë se përqendrimi do të jetë edhe i ulët, duke qenë se Hëna do të jetë në zbrazë të tij, sidomos gjatë orës 13:05 deri në orën 15:35.
Kjo më thotë që jemi edhe pak më të hapur ndaj incidenteve, mund të shkaktojmë dëm me vetes tonë e të tjerë, pra të gjitha të zakonshme që na jep hëna në zbresti, pra përqendrimin. Si rredoj që të sa ditë do të jemi vërtet shumë të matur, mundësisht të lejojmë kohë vetes tonë për të shplodhur dhe për të marrë veten, për ta perceptuar mirë situatën ashtu siç është. Në këtë mënyrë e kemi edhe pak më të thjeshtë për ta shmangur. Për të gjitha udhëtimet të cilat I keni planifikuar gjatë ditës së martë, do të këshilloj që të merrni masa dhe nëse mundeni ta shmangni intervalin që përmenda pak më përpara, do të këshilloj me ngurën që ta shmangni atë. Ndërkohë që dita më pozitive e javës, duke se është dita e premte, pra data 24 korrik, Mërkuri do të ketë mbaruar tashmë retrogradën, sepse mbaron që në orën 00:58 të mëngjesit, pra. Dhe kemi edhe kënde pozitive të shumë planeteve gjatë asaj dite, kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe, do të kemi një trekëndër zjarri që krijohet. Normal që kjo krijon temperatura të larta vërtet, por nga ana tjetër na bën ne shumë më tepër aktiv. Gjithsesi, por përsëris Mërkuri do të vazhdojë që të jetë I ngatërsuar gjatë asaj jave, prandaj dhe të jemi të matur në çdo lëvizje që bëjmë, është e këshilluar gjithë aktivizëm që kemi, mund ta drejtojmë drejt kreativitetit, të mundohemi që të prodhojmë në vend që të jemi aktiv fizikisht, pra të lëvizim shpejt, sepse çdo lëvizje për shpejtuar gjatë asaj jave mund të na shkaktojë dëme. Ndikimet që do të kemi gjatë asaj jave janë vërtet shumë të fuqishme, siç e përmendëm përpara, por tek shenjat çështjet edhe mund të ndryshojnë. Tek shenja e dashit, kemi fillimin e energjive të re, sidomos duke filluar nga dita e Mërkur, pra nga data 22, duke qenë se do të kemi kalimin e diellit tek shenja e Luanit, e cila është një tjetër shenjë zjarri, dhe mbi të gjitha do të krijohet një kënd pozitiv me Neptunin, I cili në këtë moment ndodhet tek shenja e Juaj. Kjo për ju do të thënë ndikim pozitiv në aspektin e energjisë, do të ndjeni shumë më tepër aktiv, pozitiv në procesin karshi jetës. Do të keni një dëshirë shumë më të madhe për të argëtuar, por përpara se të vim këtu, përpara se të vim tek dita e Mërkur, pra do të jemi tek edhe ditën e hënë dhe ditën e martë. Dita e martë duket një ditë pak e vështirë për ju, pak me thjesht ndoshta për të menaxhuar, duke qenë se keni zgjidhje. Zgjidhja në përgjithësi vjen në qoftë se qëndroni të qetë dhe veproni të matur. Arrin që të shikoni në ato raste të gjitha problemet që ndodhin ose çfarë situatat që po ndodhin rreth rrotullit jush, dhe si rreth mund të merrni dhe masat e nevojshme. Pra, mjafton që të mos nxitoheni, e keni vërtet shumë të thjeshtë. Nga ana tjetër, ndikimi më I madh që kemi në këto momente për ju është qetësimi I zemrës. Këtu do të thonë që të gjitha marrëdhëniet aktuale marrin një trajt shumë herë më të shëndetshme, ndërkohë që nëse nuk jeni brenda një lidhje, funksiononi edhe ju vetë shumë mirë. Funksiononi shumë më mirë tashmë në aspektin shoqëror, në aspektin profesional, duke qenë se kuptoni shumë më mirë se cila është rruga që duhet të ndiqni. Mbarimi retrogradës së Mërkurit, I cili do të jetë në datën 24, për ju tashmë do të thënë fillimet të reja në marrëdhëniet familjare ose në lidhje me stabilitetin ekonomik në vendin ku ju dëshironi që të ndërtoni këtë stabilitet, si rredoj edhe njerëzit që keni në jetën tuaj tashmë filloni dhe I spastroni dhe ngelen në jetën tuaj vetëm personat të cilët janë të shëndetshëm për të krijuar diçka, personat të cilët mund t'ju mbështesin apo në disa raste që mund t'ju hapin edhe rrugën, t'ju tregojnë edhe drejtimin ku duhet të lëvizni. Madje, për të gjithë personat të cilët kërkojnë që të prezantohen me persona të rëndësishëm të cilët mund të ndihmojnë në këto momente, mund të kemi edhe një socializim vërtet shumë të madh, mund të kemi shumë persona që hyjnë në këto momente në jetën tuaj. Kjo është një ndër proceset më të rëndësishme sepse në këtë moment po ndryshojnë gjithçka, por ju në përgjithësi po ndryshojnë personat themelor në jetën tuaj, që do thotë edhe nga shoqëria mund të kemi persona që largohen, por po ashtu kemi edhe persona që hyjnë në jetën tuaj. Në lidhje me çështjet sentimentale është një nga javët më pozitive vërtet. Pozitive sepse kemi zgjidhjen e shumë problemeve, sepse ju I perceptoni gjërat më thjesht në këtë moment dhe keni dhe aftësi për të zgjidhur. Nga ana tjetër, duhet jeni shumë të kujdesshëm në mënyrë se si komunikoni ato, duke qenë se drejtuesi juaj që është Marsi ka një kënd negativ me Venusin. Nëse mundoni që të bëni gjëra të shkurt, mund të dilni në rrugë të gjatë, prandaj do të këshilloj që të jeni edhe në këtë pikpam pak më të qetë, t'i masni mirë fjalët që përdorni dhe në vend që të mundoni që të jeni vetëm efikas, të mundoni që të jeni nga ana tjetër edhe pak më të duruar dhe të mundoni të fokusoheni edhe tek empatia, pra se çfarë dëshiron personi përballë që të dëgjojë.
Shenja e hetimit gjatë kësaj jave ka një ndikim vërtet shumë të fuqishëm. Kemi një kthjellësim vërtet shumë të madh, është paktën vazhdimi i javës së kaluar. Këtu ju perceptoni shumë më mirë rrugën tuaj. Gjatë kësaj jave veç ka një ndryshim tjetër, i cili është dielli që kalon tek shenja e luanit. Kjo për ju tashmë domethënë kalimi në një lloj energjie që ju detyron që të shijoni jetën në një farë mënyrë, ose ju detyron që të shikoni se cilat janë pengesat për ta bërë këtë. Në këto momente kemi fillimin e një versioni të ri tuaj, një version i cili është pak më i evoluar, i cili është shumë më i përshtatshëm për të qenë shumë herë më i suksesshëm në jetën e tij profesionale, dhe po ashtu edhe për të krijuar lidhje më të shëndetshme. Si rrethoj, mund të kemi edhe për ju dalje nga jeta juaj të shumë individëve. Në përgjithësi këta janë persona të cilët mund të keni menduar që të krijoni një lidhje, pra mund të krijoni familje të tjerë, por që në këto momente mund të kuptoni se ndoshta nuk janë të përshtatshmit. Në të njëjtën mënyrë mund të jenë edhe personat ose partnerët tuaj, mund të kuptoni se cilat janë dinamikat të cilat ju kanë penguar që të krijoni një lidhje të shëndetshme. Pra siç po vjen në këto momente, krijimi i një stabiliteti në ambientin ku ju jetoni është shumë i rëndësishëm. Kjo është tema e ditës, më të themi. Prandaj dhe çdo gjë që pengon këtë stabilitet nga jeta juaj gradualisht do të fillojë të largohet. Duke që për të gjithë personat të cilët nuk kanë një personalizëm, pra nuk kanë ende se me këtë ndërtojnë këtë jetë, mund të kemi prezantime nga shoqëria e ngushtë, në disa raste nga vëllezërit, nga motrat, pra nga rrethi juaj i ngushtë. Të gjitha prezantimet që bëhen në këto momente, në një mënyrë ose në një tjetër, ju ndihmojnë që të krijoni pikërisht atë jetën që ju keni ndruar. Si rrethoj, janë persona me të cilët mund të komunikoni shumë më thjesht, mund të jetë pak a shumë dalluesi, ose janë persona të intelektit të cilëve mund të mbështeteni më tepër. Për shenjat e emit, kjo është një ndër periudhat më të rëndësishme, sepse gjithçka në jetën tuaj po merr trajtën përfundimtare, po mësoni edhe ju vetë si në lidhje me veten, po ashtu edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja personale, se si duhet të ndërtoni ato. Njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me karrierën tuaj. Ndërkohë që për shumë persona kjo është një moment që mund të bëjë pak i vështirë, për ju në momentin që qëndroni të qetë dhe i pranoni ndryshimin, është një ndër momentet më pozitive. Kemi një ndihmë shumë të madhe e cila vjen nga Jupiteri, pavarësisht se ka një kënd negativ me Chironin në këto momente. Nëse jeni të hapur për të marrë mësimet ose për të aplikuar ato çfarë keni mësuar deri në këto momente nga jeta, nga rrethanta apo dhe problemet që keni pasur, kjo është ndër javë më vendimtare. Madje ajo çfarë përmenda, ai këndi që përmenda në fillim, pra tek shpjegimet e përgjithshme, shporta e Barbos për ju mund të jetë shumë herë më tepër efikase. Duke qenë se rregullon në jetën tuaj si aspektin tuaj financiar, po ashtu edhe aspektin tuaj familjar, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me jetën tuaj profesionale. Mund të keni një kapërcim shumë më të madh në këto momente, sepse jeni një gazhën që mund ta përdorni me më tepër efikasitet këtë si aspekt. Mjafton që përsëris të përdorni mësimet ose të jeni të hapur për të marrë mësimet që në këto momente ku ju ofron jeta. Dhe shenja e binjakëve, si fillim urime, mbaron retrograda e Mërkurit. Do ta ndjej më tepër detyrimisht ditën e premte, sepse atë ditë mbaron. Edhe pse gjatë gjithë asaj dite Mërkuri do të jetë ndaluar, kemi në përgjithësi një ndikim pozitiv gjatë kësaj jave, duke qenë se të gjithë planetet e tjera në përgjithësi ju mbështesin. Kemi një kënd pozitiv të Jupiterit me Uran, i cili është i vendosur në këto momente tek shenja juaj. Prandaj dhe jeni shumë herë më të aftë që atë çfarë mendoni ta ktheni në realitet ose ta komunikoni të paktën hapur dhe të mund të gjeni mbështetje. Nga ana tjetër, duke qenë se drejtues juaj Mërkuri ka një kënd negativ me Saturnin, kjo do thotë që keni vërtet shumë probleme në lidhje me shpenzimet. Mund të bëni shpenzime të panevojshme ose të gjitha të ardhurat të cilat i prisin në këto momente ndoshta vonon ose disa raste edhe mund mos vinë fare. Prandaj dhe që atë çfarë keni në dorë ta kontrolloni ashtu siç duhet, pra të bëni buxhetin ashtu siç duhet, ka shumë rëndësi. Kjo sepse për te kësaj jave, pra duke filluar që nga java tjetër, do t'ju vinë shumë mundësi në jetën tuaj për të investuar. Dhe në qoftë se nuk keni buxhetin e nevojshëm, do t'jenë mundësi që do t'ikin kot. Prandaj dhe që se jave duhet të kontrolloni të ardhurat tuaja.
Ndërkohë që për shumë persona kjo mund të thotë në lidhje me të ardhurën materiale, do të ketë shumë persona të cilët do të shpenzojnë energjinë e tyre kot. Pra, edhe në këtë pikpamje do të jeni shumë të kontrolluar. Nuk do të vraponi sa ndek te pa pasur një program të caktuar. Mirëmbajtja e programit gjatë javë mund të jetë pak e vështirë për mend edhe tek ndikimet e përgjithshme, gjithsesi do të jetë më shëndetshme që të kemi një plan dhe të aplikojmë atë në vjet të trashës, sa të jemi komplet të shpërndarë, gjë që për ju domethënë një humbje kohe vërtet shumë e madhe. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket çështjeve sentimentale në këto momente. Për shenjën e binjakëve, kemi një perceptim shumë më të qartë të individit që ne duam të kemi jetën tonë. Kjo është më tepër vlefshme detyrimisht për personat që nuk kanë një njerëz në tyre, sepse në këtë moment kemi një socializim vërtet shumë më të madh. Ka shumë persona që hyjnë jetën tuaj dhe të gjitha persona në një mënyrë ose tjetër mund të duan që të bëjnë pjesë e jetës tuaj. Është e pamundur detyrimisht të pranojmë të gjithë në jetën tonë, por nga ana tjetër kemi edhe fatin që të kuptojmë se cili është karakteri ose personi i cilin ne duam që të kemi në jetë, ose të paktën se çfarë gjën, me kë gjën. Dhe fal kësaj kemi edhe aftësinë që të rregullojmë edhe jetën tonë, të japim një trajt jetës tonë në bazë të kësaj. Një njëta gjë në qoftë se kthehet ose e analizojmë në aspektin për personat që kanë një lidhje në jetën e tyre, ata arrin që të ndërtojnë një lidhje shumë më të shëndetshme, një lidhje e cila e ushqen më tepër, një lidhje e cila e bën që të ndjen shumë më të përmbushur, sepse kanë mundësi që të ndërtojnë së bashku. Kjo është ndërtimi i një jete më ndryshe nga çfarë është në këto momente. Në të raste mund edhe të kuptoni që keni arritur tashmë të përjetoni një jetë që keni dëshiruar që nga fëmijëria juaj dhe si do të dini shumë më tepër vlerën. Kemi ndryshime në aspektin profesional, duke qenë se Merkuri do të vazhdojë që të jetë ngadalësuar gjatë gjithë javës. Do të kemi rikthime të shumë elementeve nga shkuara, fal të cilave ne do të arrijmë që të kuptojmë se si duhet të vazhdojmë jetën në të ardhmen. Pra, në qoftë se ne gjatë javës thjesht mbledhim elementet ose i mbajmë shënim pak a shumë të gjitha informacionet që na vijnë, duke filluar që nga java tjetër e ardhshme do të kemi edhe mundësi që të fillojmë që t'i aplikojmë ato ose t'i investohemi aty ku duhet. Është shenja e Gëforës. Për shenjën e Gëforës, kjo është një ndër javët më të rëndësishme, është një javë vërtet shumë e fuqishme. Kemi një ndikim të rëndësishëm për sa i përket aspektit të karrierës, duke qenë Saturni do të ndalojë pikërisht tek shtëpia e karrierës për shenjën e Gëforës. Kjo do thotë që duhet fillojmë që të mbajmë përgjegjësitë tona në lidhje me këtë temë. Duhet të jemi disi më të programuar. Dhe një ndër programet më të rëndësishme që ka në këto momente në dorë shenja e Gëforës është që të heqë nga jeta e saj të gjitha elementet të cilat e pengojnë. Kjo është një domosdoshmëri pothuajse në çdo aspekt tjetër, por në çështjet e karrierës është pak më e vlefshme. Në qoftë se ne kemi kohë që punojmë në një projekt apo në një punë e cila na i merr energjinë dhe nuk na jep atë çfarë ne na nevojitet mbrapsht ose atë çfarë meritojmë, ka ardhur koha që ta rishikojmë këtë si gjë. Ndërkohë që për të gjitha marrëdhëniet të cilat kanë qenë problematike të shkuarën dhe që gjatë kësaj retrograde të Merkurit na janë rikthyer në jetën tonë, na duhet që të vëmë pikat mbi i. Nëse duam ose duam të bëjmë aty, nëse kemi apo s'kemi mundësi që të rregullojmë ato, kjo është një ndër javët vendimtare ose java e fundit më të themi ku duhet të marrim këto vendime. Duhet të jemi më të matur, duhet të ecim pak më ngadalë, në mënyrë që të mos na humbasi, mos na shkasë gjë nga syt. Nga ana tjetër, duke qenë se do të kemi edhe hyrjen e tonë të shumë situatave të reja, në disa raste disa individëve të cilët mund të kërkojnë që të kenë marrëdhënie personale me ne, ose mund të kemi edhe shumë rikthime nga shkuara. E njëjta gjë është e vlefshme në lidhje me shoqërinë, është lidhje me çështje sentimentale. Pra, është një javë vërtet shumë e ngjeshur, e cila mund të bëhet edhe shumë e lodhshme, por duke qenë se është java vendimtare, na duhet që të shtrëngojmë edhe pak dhëmbët ose të shtrëngojmë edhe pak dhe të vazhdojmë. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket vlerave në këto momente tek shenja e Gëforës, sepse arrin që të kuptoj shumë më mirë vlerën e saj. Kjo vjen edhe në aspektin profesional, vjen edhe në aspektin personal. Prandaj dhe kemi një përzjedhje të jetës në përgjithësi, si në aspektin profesional, pra si shpjo përsëris edhe një, edhe po ashtu edhe të personave me të cilët po ndërtojmë jetën, duke qenë se në këto momente çdo gjë po merr trajt në përfundimtare, na duhet që të zgjedhim vërtet mirë. Mos harrojmë që të argëtohemi, është edhe kjo një nga kushtet, nëse diçka na bën që të argëtohemi, mund të jetë edhe gjëja që duhet të mbajmë jetën tonë, ndërkohë që nëse është diçka që na shton stresin, do të këshilloj që të qëndronim larg. Ndoshta jo pafundësisht, por të paktën gjatë kësaj jave. Shenja e Luanit, a ju jeni shenja më ndikuar i kësaj jave?
Ndikimi më i rëndësishëm vjen sepse të gjitha planetet e kanë pak a shumë vëmendjen tek ju. Jupiteri, që është planeti që zmadhon gjithçka, është i vendosur tek shenja juaj dhe ka këndë pozitive si me Uranin, po ashtu edhe me Neptunin, por kemi një kënd negativ me Plutonin. Në të vërtetë, ndonë se është një kënd negativ, ne na bën që të kuptojmë shumë mirë prioritetet tona. Bëhemi personat të cilët kemi qendrë vëmendjes në çdo aspekt, por kjo për unë të vërtetë është një ndikim pozitiv, sepse edhe njerëzit që keni rreth juaj ju tregojnë pikërisht në problemet që zhvendrojnë tek jeta juaj ose edhe në aftësitë tuaja, si edhe kemi edhe mundësi që t'i zgjidhim problemet ose të zgjerojmë ose të zmadhojmë mundësitë tona duke përdorur pikërisht ato aftësi që na i kanë përmendur dhe të tjerë. Nga ana tjetër kemi një ndryshim vërtet shumë të madh në jetën tonë sociale, bjem pak më tepër në sy këtu, kemi një energji të lartë dhe kemi aftësi që të gjithë të rrjetet social që krijohet në këto momente ta përdorim ashtu siç duhet. Në këto momente kemi edhe ngadalësimin e Saturnit tek shenja e Dashit. Kjo për ju do më thonë riperceptimi i komplet besimeve tuaja është një aspekt pozitiv, por nga ana tjetër mund të lodh disi, sidomos në qoftë se përballeni vazhdimisht me sulme ose më të themi me ide ndryshe nga ato çfarë keni ju dhe mund të perceptoni si sulme në disa raste. Prandaj që të qëndrojmë pak më të qetë, të mundojmë të kuptojmë se çfarë po na thuhet ka rëndësi, duke qenë se kemi një energji shumë të lartë zjarri, mund të doni që të jeni shumë aktiv gjithsej javë ose trupi juaj do të jetë vazhdimisht në lëvizje. Është diçka që nuk është se këshilloj shumë ose duhet jetë e kontrolluar. Në këto momente duke qenë se energjia e zjarrit është shumë e lartë, kjo për ju do të thënë risk të kurrë kardiovaskulare nëse nuk e menaxhoni ashtu siç duhet, por nga ana tjetër nëse se këtë e kanalizoni diçka produktive, pra nëse bëni edhe sport apo nëse filloni të kryeni projekte të reja, ku mund edhe të jeni aktiv fizikisht, detyrimisht do të ndodhë komplet e kundërta, sepse gjithë kjo energji do të jetë përdorur ashtu siç duhet. Shenja e Virgjëreshës. Për shenjën tuaj kjo është një javë pak e çuditshme. Kemi mbarimin retrograd së Mërkurit, kjo është një lajm pozitiv. Por nga ana tjetër, të gjithë planetet e jashtëm, pra Jupiteri, Urani, Plutoni dhe Neptuni, do të jenë në kënde të vështira me ju, ndërkohë që janë në kënde pozitive me njëri tjetrin. Kjo për ju do të thënë që edhe pse rreth rrotull jush mund të ndodhin gjëra pozitive, mund të keni pak më të vështirë për t'i kapur dhe për t'i implementuar ato në jetën tuaj. Pak më tepër, duke qenë se këtu kemi edhe ndikimin e Mërkurit, i cili ndonse po mbaron retrogradën më shumë i ndaluar, vërtet që edhe ju mund t'jeni pak jashtë elementit tuaj. Të gjitha gjërat që mendoni mund të mos kenë aplikim direkt në jetën tuaj, prandaj do t'ju duhet që t'jeni pak më të ngadalësuar. Në këto momente mund të kemi edhe vështirësinë në lidhje me shëndetin fizik ose një energji e ulët. Në të vërtetë, të gjitha këto janë të menaxhueshme nëse gjithçka bëhet me rregull, por mund të jeni pak të lodhur, sepse kemi pasur shumë situata të cilat ju kanë stimuluar shumë deri në këto momente, cilëdo energjia mund të jetë kanalizuar në vende të panevojshme deri në këto momente. Këshilla e përgjatë së javës do të jetë që të hidhni hapa pak më të sigurt, të bëni vetëm gjërat që janë të domosdoshme dhe t'i lijoni vetes tuaj patjetër kohë që të shplodheni. Në momentin që bëni të gjitha këto që përmenda pak më përpara, e keni shumë më të thjeshtë të menaxhoni situatën. Madje çdo gjë e bukur që po ndodh rreth rrotull në këto momente në jetën tuaj ose në ambientin tuaj, të mund ta merrni të paktën si shembull për ta aplikuar në biznesin tuaj, në jetën tuaj personale e të tjerë. Ndërkohë që Mërkuri mbaron retrogradën datë 24, pra ditën e premte, ndonse është herët në mëngjes, gjatë ditës do të jetë ndaluar, prandaj do të fillojmë që ta ndijmë më gradualisht. Ndikimet janë pozitive për sa i përket aspektit shoqëror, në lidhje me perceptimin e ëndrrës dhe mënyrën se si mund të realizojmë ato. Mund të marrim një ndihmë shumë më të madhe tashmë nga shoqëria, por kjo vjen me kushte në përgjithësi që janë të përcaktuar nga personat përballë, prandaj dhe ju mund të ndjeni disi më të irrituar. Për këtë arsye mund të doni që të punoni vetëm, gjë që nuk këshillohet. Në këto momente çdo gjë duhet bërë së bashku me të tjerë, duhet bëni patjetër pjesë e shoqërisë nëse doni të jeni të suksesshëm. Pra ka ardhur momenti që ju të zgjeroheni, nëse mund të jeni përballur me shumë zhgënjime deri në këto momente, ka ardhur koha që të jeni më të rritur, pra dhe këto zhgënjime të përtypni dhe të gjeni mënyra për të bashkëpunuar në mënyrë që të jetë e përshtatshme ose më mirë të themi që të jetë në benefitin ose në të mirën e të gjithë personave që janë të përfshirë në atë si projekt.
Përsa përket çështjeve sentimentale, shenja e virgjeshës në këto momente futet në një fazë ku është pozitive, por është me kusht. Kushti i vetëm është ne duhet të jemi vërtet shumë përzgjedhës për personat që në këto momente mbajmë jetën tonë. Nëse marrim një person i cili nuk është i përshtatshëm, mund të jetë personi më i mirë në botë, por duhet të jetë i përshtatshëm për ne. Pra nëse nuk është i përshtatshëm, atëherë do të na shkaktojë dëme pothuajse në çdo aspekt të jetës. Me kalimin e diellit tek shenja e luanit, që do të jetë në datën 22, futemi në periudhën ku duhet fillojmë që të akumulojmë. Prandaj dhe të gjitha elementet, të gjitha informacionet duhet filloni të akumuloni. Në mënyrë që mund të përdorni kur dielli të kalojë tek shenja juaj. Dhe shenja e peshorës. Shenja e peshorës është një ndër shenjat më të ndikuara në këto momente. Arsyeja e kësaj është se të gjithë planetet të cilët kanë kënde pozitive në këto momente kanë një ndikim pothuajse drejt për së drejti tek jeta e shenjës së peshorës. Kjo vlen në lidhje me çështjet sentimentale, ku arrim që të kuptojmë shumë mirë cilat janë dinamikat e shëndetshme ose çfarë ne duam të ndërtojmë. Si do kemi dhe hyrjen e tonë për shumë situatave të reja, të cilat na duhet që ti mirëmbajmë, ose në disa raste rikthimin e situatave problematike të shkuarës, të cilat na duhet të rregullojmë. Nga ana tjetër kemi edhe përcaktimin e shoqërisë, pra cilat janë personat që janë të shëndetshëm për të mbajtur këtu. Kemi një fat vërtet shumë të madh i cili vjen nga shoqëria, sepse na bën që të na hapin edhe rrugët në lidhje me realizimin e ëndrave dhe të qëllimeve tona, një prej të cilëve mund të jetë edhe partneri i jetës tonë. Nga ana tjetër, kemi edhe një perceptim të ri në lidhje me ideologjitë tona. Pra gjithçka në jetën tonë në këto momente është duke ndryshuar. Shenja e peshorës ndikohet vërtet shumë. Dita e martë për ju mund të jetë një ndër ditët më të vështira për të menaxhuar. Kemi një kryq të madh që krijohet në qiell, pra 4 planete të cilët janë në kënde negative me njëri tjetrin dhe hëna është e vendosur tek ju. Instinktet tuaja mund të çojnë drejt gabimeve shumë të rëndësishme. Këto gabime mund t'ju kushtojnë edhe karrierën, disa raste mund të kushtojnë edhe lidhjen tuaj nëse nuk jeni të vëmendshëm. Por ndikimet janë shumë të menaxhueshme. Mënyra e thjeshtë që është për të menaxhuar është të kuptojmë mirë situatën, për çfarë po ndodh rreth rrotullt nesh. Duke qenë se kemi një stimulim shumë të madh nga jashtë, sepse po ndodhin shumë gjëra të vërtetë në jetën tuaj ose mund të ndodhin, do të thotë që nëse jemi të qetë, i shikojmë gjërat një nga një dhe mundojmë që të gjejmë vendin e tyre në jetën tonë, normal që kemi të thjeshtë për të menaxhuar dhe në këtë rast mund ta përdorim si shkallë apo mundësi për të krijuar diçka shumë herë më të shëndetshme, pra për të avancuar drejt suksesit tonë. Në lidhje me çështje sentimentale, jemi futur tashmë në një periudhë ku pothuajse të gjitha shenjat kanë fat, por ju vërtet jeni një ndër shenjat që keni më tepër fat. Kjo është pak a shumë në mënyrë instinktive, sepse instinktet tuaja ose intuita juaj ju çon drejt personave të përshtatshëm për ju. Normalisht kjo është e vlefshme për personat që nuk kanë një njerëz në jetën e tyre, por të gjitha ata që kanë një person në jetën e tyre dhe mund të kenë një lidhje e cila është pak e lodhshme ose pak problematike në këto momente, mund të gjeni pak a shumë instinktivisht zgjidhjen dhe nëse komunikoni këtë në mënyrë të këndshme, në mënyrë pak më të butë, pak më romantike, atëherë mund të jetë më thjeshtë që dhe personi përballë ta kuptojë, ta pranojë dhe të jetë më i gatshëm për të aplikuar atë. Shenja e akrepit është një nga shenjat më të ndikuara gjatë kësaj jave. Ndikimi më i rëndësishëm që ka shenja e akrepit gjatë kësaj jave është mund të mos di se ku të përqendrohet. Kemi një Saturn i cili do të kalojë në retrograd pikërisht tek shtëpia juaj e jetës së përditshme dhe rutinave, prandaj edhe që të programon diçka mund të bëhet disi e pamundur. Çita planet mund të prishen, mund të jeni në kontradikt me veten tuaj, pra nevojat dhe dëshirat tuaja mund të jenë në kontradikt me njëra tjetrën. Është një javë pak e vështirë për të menaxhuar, si rridhoj. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi fat. Kemi fat sepse është një javë mundësish në lidhje me karrierën, në lidhje me çështje sentimentale, për të perceptuar se cila është rruga që ne duhet të ndjekim për të arritur potencialin tonë të plot. Pra, është një javë vërtet shumë e çuditshme, sepse ndërkohë që na jepen të gjitha mundësitë përpara, mund ta kemi pak të vështirë që t'i përdorim ato. Ajo çfarë na duhet të bëjmë është të jemi pak më tepër në sinkron me rrjedhën e jetës. Çfarë duhet të them me këtë? Në këto momente universi po ndryshon gjithçka. Dhe në jetën e shenjës së akrepit vërtet që kjo ka një ndikim të rëndësishëm, pothuajse në çdo aspekt, si në aspektin profesional, në aspektin ton
të marrëdhënieve personale, sentimentale, po ashtu dhe në lidhje me familje, në mënyrë se ne i perceptojmë të gjitha këto. Dhe duke qenë se këto janë gurët më themelor të jetës tonë, shenja e kripit i duhet që të përshtatet, por në mënyrë që ta ketë mundësinë ose aftësinë për të përshtatur me këto, duhet ta dish të lexojë dhe rrjedhën e jetës, pra atë çfarë po ndodh rreth rrotull. Kjo është edhe arsye që në këto momente në vend që të marrim vendime, na duhet që të jemi pak a shumë të aftë që çdo gjë që po ndodh ta implementojmë në jetën tonë. Kemi një ndryshim në lidhje me karrierën. Këtu kemi fat në të vërtetë sepse Jupiteri zmadon gjithçka pozitive dhe e shton shumë më tepër aftësinë tonë për të qenë proaktiv, por nga ana tjetër mund të kemi edhe rrezimin e panikut ose të frikës ndaj suksesit ose të ripërsëritjes së të gjitha dështimeve të të shkuarës. Prandaj shenja krip gjatë së javës duhet të jetë alert në kuptimin që duhet të shikojmë, vëzhgojmë mirë se çfarë po ndodh në ambientin rreth rrotull, që të ketë mundësi që të aplikojë ata. Dhe duhet të ditë se të përdori fatin pra në momentin që vjen. Prandaj që ta mbajmë programin ton pothuajse bosh është një ndër këshillat më të nevojshme në këto momente. Retrogradi Saturni do të ketë një ndikim të drejtë për së drejti edhe në energjinë që ne kemi në trupin ton. Prandaj dhe në këtë pikpamje duhet të lejojmë vetes ton patjetër kohë që të mund të shplodhemi, të mund të bëjmë gjëra që na argëtojnë sepse do të na ngrenë shumë më tepër moralin dhe energjinë, ose më thënë do të na stimulojnë që të jemi më aktiv në jetën tonë. Dhe kemi edhe një ndikim pozitiv në të vërtetë që është ajo në lidhje me çështje sentimentale, duke qenë se jemi pak më të ndërgjegjshëm në atë çfarë duam dhe mbaron dhe retrograda e Mërkurit. Kjo për shenjën e Akrepit do të thonë një fokusim tek krijimi i lidhjeve më të shëndetshme, mbi të gjitha krijimi i lidhjeve të cilat i rezistojnë kohës, prandaj dhe nuk u mbasim kohë vërtet me persona të cilët janë të panevojshëm. I piketojmë menjëherë ata dhe kemi mundësi për këtë arsye që të kalojmë kohë ta gjithë kohën ta investojmë tek persona të cilët mund të jenë të shëndetshëm, ose me të cilët mund të krijojmë një lidhje të shëndetshme. Shenja e Shëgjetarit, ju jeni një ndër shenjat më pozitive, që kanë ndikime më pozitive në këto momente, duke qenë se Jupiteri është një ndër karakteret kryesor të kësaj jave. Ka një mbështetje vërtet shumë të madhe që vjen nga Urani, që do të thotë marrëdhëniet tuaja personale në këto momente ju mbështesin, pra partnerët, bashortët, disa raste edhe persona me të cilët kalojnë më tepër kohë e tjerë, ju mbështesin që ju të mundeni ta arrini potencialin tuaj. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me ideologjitë tuaja, të cilat tashmë spastrohen dhe fokusohen shumë më tepër tek gjërat të cilat ju bëjnë që ta arrini veten tuaj. Dita më pozitive është dita e premte e kësaj jave dhe ju jeni një ndër shenjat më me fat në këtë aspekt, sepse Hëna, që është një ndër këmbët e këtij trekançi, do të jetë vendosur tek shenja juaj dhe do të ketë edhe një kënd pozitiv pikërisht me drejtuesin tuaj. Kjo është një ndikim ose një vendosje shumë me fat në astrologji, sjell një ndikim shumë pozitiv në lidhje me kreativitetin, ju bën një person të cilët shkëlqeni dhe si rrjedhojë të rishni në jetën tuaj dinamika të cilat ju ndihmojnë që të keni më tepër mirëqenie në jetën tuaj, si në aspektin romantik, po ashtu edhe në aspektin social, një të gjë të vlefshme dhe në aspektin material. Keni më tepër mundësi që të udhëtoni në këto momente, madje pas çdo udhëtimi mund të fshihet edhe një surprizë pozitive, sepse ju bën që të zgjeroheni në këto momente, çdo mësim që merrni të vërtet pothuajse aplikohet automatikisht në jetën tuaj. Retrograda e Mërkurit, e cila do të vazhdojë që të ndihet edhe gjatë kësaj jave, ndonë se do të mbarojë ditën e premte, për ju domethënë përqenimi i dinamikave të cilat i mësuar përmendësh gjatë Jupiterit tek shenja e Gaforës për gjatë vitit të kaluar. Atë çfarë është e shëndetshme e kuptuat, atë çfarë është e pashëndetshme e kuptuat, dhe ajo çfarë përqenohet është relatat që mbani ose që keni në këto momente, që vendoset që të mbani jetën tuaj, i keni për gjithë jetën, ndërkohë që të gjitha relatat të cilat kuptuat që nuk i dëshironit më, tashmë largoha nga jeta juaj për t'i lënë vend individëve ose dinamikave të cilat janë shumë më të shëndetshme dhe që ju ofrojnë shumë më tepër ndihmë dhe mbështetje. Dhe shenja e Bricjapit, kjo është një javë shumë e rëndësishme për ju. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm sepse drejtuesi juaj do të kalojë në retrograd, pak më tepër që është i vendosur tek shenja e Dashit, dhe kjo ju bën juve shumë aktiv ose doni të jeni shumë aktiv, por nga ana tjetër ju detyron që të jeni të përgjegjshëm në çdo hap që hidhni. Të gjitha marrëdhëniet familjare ose
çdo gjë që ka të bëjë me banesën gjatë kësaj jave është shumë herë më tepër në sipërfaqe. Si edhe këtu mund të kemi edhe probleme ose ripërsëritjen e dinamikave të cilat mendoni se i kishit zgjidhur. Mund të bëhet pak e lodhshme për këtë arsye. Nga ana tjetër, ju ofron edhe një shërim të plot. Ky shërim vjen si rreth e shironit në të vërtetë, i cili ju bën që të kuptoni shumë mirë se cilat është jeta që ju doni të ndërtoni. Pra, ku ju e ndjeni veten që mund të keni më tepër sukses, ose që mund të jeni më tepër vetvete, që mund të shpreheni pra më hapur, më qartë. Ndërkohë që nga ana tjetër kemi shumë të ndikuar edhe marrëdhëniet që keni me partnerët tuaj, si dhe në lidhje me karrierën. Çdo hap duhet të hidhet me siguri të plot. Të gjitha problemet që ekzistojnë këtu duhen parë me seriozitet dhe duhen zgjidhur. Sidomos marrëdhëniet personale janë futur në një fazë ku nuk mbajnë më ose nuk mund të tolerojnë më papërgjegjësi ose që të zvaritet situata. Si rrjedhoj duhet të merrni vendime tashmë, nëse dëshironi apo s'dëshironi që këta persona të ekzistojnë kështu siç janë në jetën tuaj, apo nëse dëshironi ta shndroni lidhjen tuaj në diçka tjetër. Pra, këtu mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me ndarje, mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me kalimin në një stad tjetër, pra më të lartë, si në martesë e të tjerë etj. Nga ana tjetër, në lidhje me karrierën është një javë vërtet shumë vendimtare. Kuptoni më mirë se cila është rruga që duhet të ndiqni për të qenë të suksesshëm, prandaj dhe mund ta zgjidhni atë si rrugë, pra keni më të thjeshtë për ta zgjedhur këtë si rrugë. Ndërkohë që merrni një mbështetje shumë më të madhe në këto momente nga sistemi. Kjo vjen në të vërtetë nëpërmjet bashkëpunimeve, pra ju duhet që të bashkëpunoni nëse doni që të jeni të suksesshëm. Aspektet që ndryshojnë në këto momente ose që janë më të prekura gjatë kësaj jave në jetën tuaj janë marrëdhëniet familjare, ku mund të kemi probleme, por në qoftë se jemi të qetë dhe veprojmë në mënyrë të matur, kemi aftësi që të zgjidhim, kemi mundësi ose do të na hapen edhe rrugë të reja nëse duam që të ndryshojmë ambientin ku ne jetojmë, që mund të thotë edhe shpendosje. Nga ana tjetër, kemi ndryshime të dinamikave brenda marrëdhënieve në çift, si në lidhje personale, po ashtu edhe në lidhje me partneritetet e biznesit. Në pikën tjetër ku kemi ndryshim vërtet shumë të madh është karriera, e cila do të jetë vërtet e prekur sidomos gjatë ditës së martë, ku do të na duhet që të marrim edhe disa vendime radikale. Shenja e mbrëmjavit pas kësaj jave do të ketë vërtet një panoramë komplet ndryshe. Nëse është apo s'është e suksesshme, është komplet në dorën tuaj. Përsëri, Saturni gjatë kësaj jave është shumë i ngadalësuar sepse do të kalojë në retrograd, duke filluar që nga dita e shtunë. Prandaj dhe nëse duam që të jemi të suksesshëm, nëse duam që të jemi të lumtur, çdo hap duhet hedhur me përgjegjësi të plotë. Shenja e ujorit. Për shenja e ujorit kjo javë është shumë vendimtare. Kemi një kënd shumë të rëndësishëm, i cili tashmë është bërë i famshëm në botën e astrologjisë të paktën. Ky për ju është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv, duke qenë se kemi një kënd pozitiv midis Plutonit dhe Uranit, i cili Plutoni është vendosur tek shenja juaj dhe Urani është vendosur tek shenja e binjakëve dhe mbi të gjitha është dhe drejtuesi juaj. Ka dhe një kënd pozitiv edhe me Jupiterin. Kjo për ju do të thënë lidhje ose marrëdhënie shumë pozitive. Personat të cilët ju mbështesin në çdo aspekt jetës, personat të cilët bëhen vërtet partnerët tuaj, pra personat të cilët ju gjenden në çdo moment që ju keni nevojë. Gjatë kësaj periudhe mund të kemi pasur edhe probleme ose pasiguri në jetën tonë, ose në disa raste mund të kemi qenë të pasigurt se si mund të zgjidhim problemet në jetën tonë. Të gjitha këto do të marrin përgjigje gjatë kësaj jave, sidomos dita e martë në këtë aspekt ka një ndikim vërtet vendimtar. Është një ditë gjatë të cilës ju do të jeni shumë më të qartë se çfarë po mundohet që të ndodhë në jetën tuaj, se cilat janë dinamikat që janë në jetën tuaj që ju nuk e kishit idenë se si mund t'i përdorni ose si t'i zgjidhni. Dhe si rrjedhë keni edhe mundësi që t'i rregulloni ato. Kemi një ndikim, por ky është ndikim i cili vjen pak me kriza. Si rrjedhoj që t'jeni gjak ftohtë është e këshillueshme. Një ndër këshillat e tjera është të mos vini prej egos tuaj, pra të mos këmbgulni që t'ju dalë patjetër e juaja, të mundoheni që të implementoni elementet që në këto momente po ju ofrohen. Këto elemente mund të jenë duke ju ofruar nga shoqëria juaj e ngushtë, pra nga rrethi juaj i ngushtë, e njëjta që edhe nga vëllezërit dhe nga motrat, ose mund të kenë ardhur në jetën tuaj nëpërmjet edukimit, në disa raste edhe udhëtimeve. Se sa jeni ju të aftë që të aplikoni këto në jetën tuaj, normale që është në dorën e individit, por në përgjithësi do të mund të merrni një mbështetje shumë të madhe në këto momente, edhe nga familja, po ashtu edhe nga partnerët. Mbarimi i retrogradës së Mërkurit për ju
është edhe mbarimi i periudhës ku mund të keni parasysh probleme në lidhje me shëndetin tuaj fizik, ku mund të keni qenë pak më të lodhur dhe nuk mund të keni ditur se ku ta kanalizoni energjinë tuaj. Ky është një lajm pozitiv detyrimisht për ju. Pas kësaj futen në një periudhë ku e keni më të thjeshtë që të dini se ku duhet të përqendroheni, ku duhet të investoheni, nëse dëshironi që të keni një jetë më të shëndetshme. Pika ku keni vërtet shumë fat është çështja sentimentale. Është duke qenë se do të kemi edhe kalimin e diellit dhe do të jetë në takim me Jupiterin, duke filluar që nga dita e mërkur. Kjo periudhë do të thënë një fat vërtet shumë madh në lidhje me çështje sentimentale, mund të përballen me personin tuaj të jetës ose ta shijoni shumë më tepër lidhjen aktuale. Dhe shenja e peshqve. Kjo është një javë me ndikime vërtet shumë intensive. Intensiteti konsiston në përcaktimin e jetës që do të jetojmë që tani e tutje, duke qenë se kuptojmë shumë më mirë se cilat janë projektet të cilat do të jenë fitëmpruese në të njëjtën kohë, kuptojmë shumë mirë dhe se cila është rruga që ne duhet të ndjekim për të arritur aty. Kemi shumë rikthime nga e shkuara për ju gjatë gjithë javës pothuajse, pavarësisht se retrograda e Mërkurit do të mbarojë. Kjo sepse vazhdojmë që të jemi në periudhën ku akumuloni informacione në lidhje me projektet që ne duhet të bëjmë. Kemi një ndim shumë të madhe në këto momente nga sistemi, sepse është një ndër momentet e fundit ku ju mund të arrini që të piketoni se cila është jeta që dëshironi të ndërtoni. Prandaj dhe mund të marrim edhe informacione në lidhje me jetën tuaj profesionale, po ashtu edhe në lidhje me jetën tuaj personale. Kemi zhvillime të shumta edhe brenda familjes, dinamikat këtu fillojnë që të ndryshojnë. Është një javë kthjellësimi, pra. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm në lidhje me karrierën. Ju jeni një ndryshim që mund të keni ndryshime të shumta këtu. Është e vlefshme edhe në aspektin e rritjes, sepse kemi mundësi të shumta që në këto moment në jetën tonë. Këto mundësi në përgjithësi na vijnë në formën e propozimeve nëpërmjet kolegëve tan ose personave që kemi njohur nëpërmjet punës. Bëni persona që keni më tepër sukses për këtë arsye dhe si rreth do të keni edhe të ardha materiale të cilat sa vinë dhe shtohen. Për sa përket shpenzimeve që javën e kaluar ju këshillova që të mos i bëni të shumë, gjatë kësaj jave, në qoftë se keni të kontrolluar ashtu siç duhet, do të kuptoni gradualisht se cilat janë pikat ku duhet filloni që të investoni ato në mënyrë që të keni edhe një jetë shumë më tepër stabël. Kemi ndryshime për sa i përket mënyrës se si ne jetojmë jetën tonë, se mënyrës se si ne e ndërtojmë jetën e përditshme. Ky është një ndryshim shumë i madh pozitiv. Sidomos pas ditës së premte do ta ndijmë edhe më tepër këtë, duke qenë se do të kemi edhe mbarimin e retrogradës së Mërkurit. Kjo do të thotë që nuk kemi tashmë të nxitur shumë nga instinkti apo nga impulset, pasioni jon, jemi më tepër të nxitur për të ndërtuar një jetë më praktike. Për sa i përket çështjeve sentimentale, shenja e peshqve është një ndër shenjat që ka më tepër fat në këto momente, por ky fat vjen vetëm në qoftë se ne jemi të përgjegjshëm. Pra, vendosim se çfarë duam të ndërtojmë përpara se të hedhim hapat. Duhet të jemi shumë të përgjegjshëm për atë çfarë kemi ne nevojë, për nevojat tona dhe ta shprehim atë kundrejt personave që kemi përballë. Pra, ta shprehim atë personave që kemi përballë. Kjo është mënyra më efikase, më e përgjegjshme dhe më e ndërgjegjshme që mendojmë se mund të ketë për të ndërtuar diçka të shëndetshme. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket marrëdhënieve familjare, për shëndetin e peshqve kjo është një javë shumë e rëndësishme. Ndikimi më i rëndësishëm vjen sepse kemi spastrim me dinamikave problematike që mund të kenë ekzistuar brenda familjes. Kemi një kënd shumë pozitiv gjatë kësaj jave, që është ajo e Jupiterit me Uranin. Kjo periudhë do të thonë që bëheni personë të cilën zgjidhni problem. Prandaj në vend që të fokusoni tek problemi ose të varrosni veten tuaj brenda detajeve, është më e rëndësishme që të jeni në natyrën tuaj, që shikoni fotografinë të plotë dhe të vazhdoni që të fokusoni tek zgjidhja dhe ta prezantoni atë në atë mënyrë. Për shëndetin e peshqve, jemi tashmë në fazën ku po ndërtojnë jetën e tyre në formën e tyre e saj finale dhe për këtë arsye sistemi ju ndihmon vërtet shumë. Kjo është një ndër javët më pozitive në këtë aspekt, sepse mund të sjellë përpara jush edhe mundësi për të kryer të ardhur materiale të mira. Kjo është diçka që duhet të filloni që ta merrni me seriozitet, duke qenë se Saturn do të kalojë në retrograd, nuk keni më mundësi që të bëni veprime të papërgjegjshme, pra të bëni investime të papërgjegjshme, ka ardhur koha që përpara se të veproni, përpara çdo veprimi, pra para çdo investimi që bëni, ta mendoni mirë, të bëni analizat e detyrueshme dhe pastaj të veproni.
Këto ishin të gjitha ndikimet që kishim gjatë kësaj jave, si ato të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit që më ndoqët, mos harroni që të më ndiqni edhe te kanali im YouTube-it. Të pëlqeni këtë video dhe mos harroni që të bëni edhe komente. Nëse keni sugjerime për video të ndryshme, edhe ato mundem të marr. Faleminderit dhe mirupafshim.